Dhuna ka mbizotruar sërish në protestën e qytetarëve dhe opozitës kundër betonizimit të parkut të liçenit. Deputetët demokrat kanë qenë të parët që çanë rrethimin e policisë bashkiake dhe asaj të rendit për të hyrë brenda rrethimit në park. Të shumta kanë qenë forcat e policisë, por edhe qytetarët, që me qëllime të ndryshme kishin populluar zonën ku ndërtohet parku i lodrave për fëmijë. Deputeti Edi Paloka kërkoi nga policia të mos mbrohet paligjshmëria e mafjes së betonit, të frymëzuar nga oligarkia, ndaj dhe i bëri thirrje policëve që të mos vijojnë të shkelin ligjin. Ka një shtet pa drejtësisë, i cili dhunon qytetarët e tij me të gjitha format, me një kryeministër i cili urdhëron dhunimin e qytetarëve të thjeshtë dhe mbron me shtet dhe me polici oligarkin kriminale që po drejton sot të vend. Të rinj demokrat, me çadra në dorë nuk mundën dot të deportonin ato brenda rrethimit, duke lënë përpjekjen e tyre vetëm një tentativë. Nga përplasjet e më së një ore, pati disa të shoqëruar, lënduar dhe qytetar që humbën ndjenjat. Në këtë protest, ajo që u vure ishte edhe prania e disa policëve të pajisur me armë me vete, gjë e cila nuk është e lejueshme në situata të tilla. Të parregullsi dhe numri rekord të policëve e denoncoi deputeti Strazimiri. Këtu janë angazhuar nga 2500 forca që ka gjithë qarku Tiranës, ishin rreth 1800 forca. Të gjithë jashtë ligjit, pjesa më e madhe, edhe unë juftoj ta dokumentoni, janë pa numër identifikimi e policëve, janë që të gjithë nga i pari tek i fundit me armë në brez, çka është rreptësisht ndaluar nga ligji në të tilla raste. Kjo protestë e opozitës nuk është e fundit, pasi përgjatë 2 muajve që nga fillimi i projektit, opozita ka protestuar disa herë dhe me një qëllim, jo betonizimi të mushkërive të Tiranës.